Askund nuk përmendet që mundet me u publiku për shembull letë njoftimi një aksionari ose një personi të autorizuar të një biznesi. Lidhur me skandalin që e raportuam javën që e lan pas në Gazetën Nacionale për rrjedhjen e të dhënave personale në sistemin e ARBK-s, pra të bizneseve, sot ka folur Mimoza Kusari Lila, është ministre në detyrë e Ministrisë së Tregtisë, pra Mintit. Të shohim se çka ka thonë. Krejt që ka ndodhur në procesin e ngritjes transparencës nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë ka qenë konform nenit 22 të ligjit për shoqëritë tregtare, në të cilat informacionet për statutet e kompanive, për emrat dhe adresat e pronarëve dhe përfaqësuesve zyrtar janë të përcaktuara me dispozitat ligjore. Okej. Mimoza Kusari po thotë që gjithçka që kanë publiku në sistemin e ARBK-s u bë sipas ligjit edhe bazuar në nenin 22 të ligjit për shoqëritë tregtare. Këtu e kemi nenin 22 tek ligji për shoqëritë tregtare dhe po thotë publikimi i ekstraktit të regjistrit në fazën zyrtare të internetit të ARBK-s edhe tregon se secila shoqëri tregtare e regjistruar ARBK-ja ka më publikuar në fazën e saj zyrtare në internet të dhënat dhe dokumentet në vijim, listën e aksionarëve, emrat e përfaqësuesve, statutin, gjithçka tjetër. Okej. Me këtë ligj e kemi shiku, mundeni edhe vetë me hi me shiku, e lëpni në Google, askund nuk përmendet që mundet me u publiku për shembull letë njoftimi një aksionari ose një personi të autorizuar të një biznesi. E na kemi arrit me shkarku qëta tek fasja zyrtare e ARBK-s. E kanë shkarku bizneset e tjera, e kanë shkarku konkurrentët, e kanë shkarku kushdo pra ka mujt me pas qasjen e të. Qëto është letër njoftimi në dy anët, pra i fotokopjuar, qysh ka qenë kur i kanë dorëzuar dokumentet në ARBK, ka rrjedh në sistemin e ARBK-s. Që kjo pjesa ashtu me të zezë, ka qenë e mbulume, pra është pjesa që tregon vendlindjen e personit, ndërsa ka qenë publike fotografia, ka qenë publike numri personal, ditëlindja, nënshkrimi, gjithçka tjetër pra ka qenë publike, edhe në anën tjetër të letër njoftimit, gjithçka ka qenë publike, numri personal që gjendet edhe në këtë pjesën këtu. Pastaj pjesa data e lëshimit, gjithçka tjetër pra ka qenë publike, vetëm që kjo pjesë ka qenë e mbulume. Qëtë pjesë nuk po e përmend Mimoza Kusari Lila, pra nuk po tregon që ky ligj që po i referohet ajo, nuk e parashef publikimin e të dhënave personale. Kjo mbrohet me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Çdo është një autorizim tjetër i një kompanie, të është autorizim. Sistemi ARBK-s e ka mbulu qit pjesën qëto, ka harru me e mbulu qit pjesën qëto lartë, kemi mujt me lexu gjithçka, pra mundemi me lexu, na vetë kemi mbulu për arsye sigurie. Qëto ka qenë pastaj drejtori i firmës edhe kënë kanë autorizu adresën, pra lartë ja kanë mbulu adresën drejtorit, ndërsa ja kanë lënë personit të autorizum, ja kanë lënë adresën. Që kjo është domethënë një glitch që ka ndodhur, një gabim që ka ndodhur në sistem me ose pas qëllim. E kemi një pjesë tjetër të një gjithashtu dhe kjo konfidenciale, statutit, që tu kanë qenë themeluesit, emrat mbi emrat, nënshkrimet. Okej, çeta po thot Mimoza Kusari, pra na e kemi bu vetëm çysh thot ligji. Okej, ligji po thot që statuti pra mundet me u publiku, po nuk po e përmend që mundet me u publiku letër njoftimi i një personi të autorizuar ose drejtorit kompanisë. Çdo e kemi një pjesë tjetër letër njoftimit, ka qenë e hapur e gjithë pjesa pra e numrit personal. Nëse do ndikush me falsifiku, me kespërdor diçka, mundet me marrë që të letër njoftim edhe me kespërdor në mënyra të ndryshme. Pra e gjithë që kjo që jemi tu spjegu deri më tash, edhe kjo që nuk po e përmend Mimoza Kusari Lila, ka ndodhur gjithçka në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Prokuroria duhet me marrë masa me nisë hetime, edhe kompanitë gjithashtu duhet me drejtu ankesa në Agjencinë për Informim dhe Privatësi atyre që ju kanë rrjedh të dhënat personale, qoftë zyrtarëve, qoftë personave të autorizuar apo edhe pronarëve të bizneseve.